Skuadra e ciklistëve korçar po përgatitet intensivisht për të marrë pjesë në garën prestigjioze të Belshit, e cila do të zhvillohet pas një jave, me një përkushtim të palëkundur dhe pasion të thellë për sportin e ciklizmit. Djemtë po stërviten çdo ditë në rrugët me terene të ndryshme të qytetit dhe rrethinave, për të arritur formën maksimale fizike e mendore. Kam 2 vite që jam kampion Shqipërie, të shpresojmë dhe për të vit të marrim vend të parë prapë. Sa ju motivojnë këto çmime që keni marrë për të vazhduar në rrugën e bukur të sportit? Shumë, më shtym shumë që mos e lej sportin, ta vazhdoj sa më shumë. Trajneri dhe ndihmës trajneri janë optimist, ndërsa ekipi po fokusohet tek strategjia, koordinimi dhe rezistenca fizike, element kyç për të arritur sukses në një garë të këtij niveli. Ekipi Skënderbeut merr pjesë me Markelian Bedullën, Nedion Demirin, Manuel Demiri, Gjasi Pasho, Qemal Boci dhe Kristian Çunami. Stërvitjet po bëhen në qaf Ploçë, Dogan në kap Shticë, Goricë dhe në qaf në Qarit. Ka një intensitet shumë të lartë dhe ciklistat duhet të jenë të përgatitur fizikisht, duhet të jenë të përgatitur nga ana e rezistencës dhe preferojnë tepër distanca të gjata dhe me shpejtësi të lartë për të përballuar intensitetin e garës. Ciklistët korçar kanë treguar shpesh se janë luftarak dhe të vendosur, duke qenë se kanë rrëmbyer disa herë çmime të para, dhe këtë e konfirmojnë dhe në këtë sfidë të re që i pret në Belsh.